Ish-zëvendës kryeministra Belinda Balluku paraqit sot për herë të parë në GKKO, pasi kjo e fundit e pezulloi nga detyra dhe i bllokoi pasaportën. Balluku paraqit në ambientet e SPAK rreth orës 9:10 dhe doli prej aty pas gati 40 minutash. Ajo nuk bëri asnjë koment për gazetarët. Deputetja e Fierit u shoqërua nga dy avokatët e saj, e motra Pamela Qerko dhe Ardian Kalia. GKKO vendosi që ta shtynte seancën për 2 orë duke ju lënë më shumë kohë avokatëve të zonjës Balluku, por edhe të vargësve të saj për të njohur me aktet e dosjes. Belinda Balluku u rikthye sërish në gjykatë. Në gjykatë janë paraqitur edhe kreu i Keshit Eral Delezi dhe ai i ARRSH-s Gentian Gjyli. Gjykata e posaçme ka lëshuar 2 masa sigurie arrest në shtëpi për 2 vargësit e Ballukut. Ndërsa për ish-zëvendës kryeministren, gjykata vendosi ndalim dalje jashtë vendit si dhe pezullim nga detyra e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Balluku u pezullua nga detyra pasi u more pandehur për tenderin me vlerë 190 milion euro për ndërtimin e tunelit të Llogaras, akuzë që është komunikuar zyrtarisht dhe dyshohet edhe për tenderin 20 milion euro të lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës. Për të dy tenderët me vlerë 210 milion euro sipas SPAK, Balluku ka paracaktuar fituesin përmes mbikëqyrjes dhe ndërhyrjes gjatë gjithë procesit të zhvillimit të garës. Çështja për Ballukun ka shkuar në gjykatën kushtetuese, ndërsa asaj është hequr e drejta e firmës nga qeveria.